LSDM vazhdon të akuzojë qeverinë për keq menaxhim të krizës me ujë në Gostivar, duke thënë se mbi 4.000 qytetarë janë përballur me pasoja të ujit të kontaminuar. Sipas partisë, ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski ka njoftuar se analizat zyrtare të ujit do të publikohen më 20 gusht, ndërsa ngritën pyetje mbi bazën e cilave analiza u deklarua më herët se uji ishte teknikisht i rregullt për përdorim. Istата власт бара граѓаните да чекаат до 20 август за официјалните анализи. Ова е неодговорно и недозволиво. Власта си игра со здравјето и животот на луѓето. Скандалот е уште поголем затоа што загадената вода стигна и до болницата во Гостивар. Ова е целосен распад на системот. LSDM kërkoi përgjegjësi nga kryeministri Mickovski dhe ministrat përgjegjës, si dhe u bëri thirrje prokurorisë që të hetojë rastin dhe procedurën e furnizimit me ujë për Gostivarin. VMRO DPMN reagoi ndaj akuzave, duke pretenduar se gjatë qeverisjes së LSDM-s dhe ish-ministrit Venko Filipçe janë evidentuar raste të ujit të pasigurt për pije në disa vendbanime të vendit, përfshir edhe Gostivarin. Но денес се поставува едно уште поважно прашање, а тоа е дали некој од тогашната власт побара одговорност. Дали некој директор бил разрешен? Дали некој градоначалник пак бил повикан на одговорност? Одговорот е не. Додека Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, проблемите се оставаа да се таложат. Partia nga e cila vjen kryetari i Gostivarit Valbon Limani, Alanca për Shqiptarët, përmes një komunikate i dha mbështetje atij për menaxhimin e situatës me ujërat të ndotura, duke theksuar se kjo krizë nuk duhet të shfuqizohet për pikë politike apo fushata partijake. Është e lehtë të kritikosh nga larg, por qytetarët e mbajnë mend mirë se kush ishte pranë tyre në ditët më të vështira dhe kush nuk solli as edhe një shishe ujë. Duke u mjaftuar vetëm akuza dhe deklarata publike, çdo lëshim duhet të zbardhet dhe çdo përgjegjësi të përcaktohet nga institucionet kompetente, por situata delikate në Gostivar nuk duhet të përdoret për tensione, viktimizim apo përfitime partijake. ASH përfundon duke thënë se Gostivari ka nevojë për solidaritet, përgjegjësi dhe ndihmë konkrete, jo për propagandë dhe skenare politike.